Planin për Gollakun e kemi, edhe infrastruktur, edhe bujqësi, edhe turizëm, na duhet mbështetja e juaj. Do ta zhvillojmë këtë zonë, sepse e kuptojmë që zhvillimi i Prishtinës, i qytetit, bëhet vetëm kur ta kemi edhe zhvillimin e barabartë të Gollakut. Fshati i Prishtinës nuk do të mbetet më vetëm për prodhime bujqësore, por do të bëhet edhe destinacion për turizëm. Fshati duhet ta ketë standardin si qyteti: ujë, ndriçim, rrugë, transport publik. Këto nuk janë privilegje, janë e drejtë themelore e banorëve dhe detyrë e obligim i pushtetit lokal. Fatkeqësisht kështu nuk ka qenë deri më tani. Fatmirësisht kjo ndryshon me nën tokë. Ne kemi një plan shumë konkret për investimet tona në fshatrat e kësaj zone. Fillojmë me infrastrukturën rrugore. Ndërtimi i trotuarëve në të dy anët e rrugës magjistrale Prishtinë-Gjilan, segmenti me prioritet fshati Kukaj drejt te rruga Gramshën. Zgjerimi dhe asfaltimi i rrugës Slivov-Busi. Ndërtimi i rrugës Hajtobill-Glogovic. Asfaltimi i rrugicave në të gjitha fshatrat e Gollakut. Kyçja në rrjetin e kanalizimit për të gjitha shtëpit, fermat dhe bizneset e zonës. Furnizimi qëndrueshëm me ujë të pijshëm për të gjithë qytetarët e Gollakut. Sistemi furnizimit me ujë për ujitje, për nevoja bujqësore, për të përkrahur zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë. Përmirësimi kushteve fizike dhe teknike në të gjitha shkollat e zonës. Shfrytëzimi objekteve shkollore të cilat janë të braktisura për nevoja të ndryshme si qendra rinore, kurse të aftësimit profesional dhe aktivitete kulturore e komunitare. Ndërtimi i qerrëve publike dhe me bazë në komunitet për të ndihmuar familjet dhe sidomos gratë që ato të jenë aktive në tregun e punës. Organizimi të aktiviteteve kulturore, festivaleve dhe atyre në natyrë dhe infrastrukturë mbështetëse për turizëm, sinjalistik, bujtina, qendra informative, me një fjalë, planin për Gollakun e kemi, edhe infrastrukturë, edhe bujqësi, edhe turizëm. Na duhet mbështetja e juaj, na duhet fitoria. Na duhet fitoria e madhe dhe na duhet shumë punë që na pret përpara.